Laertin e bën finalist votat e publikut, e bën sepse aty do të thënë qenë gjenez, ta nisim që aty shkohet me vota. Ai mblodhi votat e duhura, shkoi deri në finale sepse ai luajti çdo kartë që i erdhi në dorë, duke filluar që nga nisja e spektaklit, e kuptoi që duhet të ishte protagonist në disa situata, agresiv në disa situata tjera, kishte një aftësi më shumë se sa disa banorë të cilët nuk e njohin mirë sjelljen televizive, duke qenë se ai vjen nga disa debate të forta, ngritje në këmbë, lagje me ujë, hidhje pritje nëpër studio televizive për daljen e tij si opinionist, kështu që le të themi që ai e kishte bërë një provë gjenerale dhe në Big ai kishte këtë aftësi, ndoshta më shumë se s'dua të bëj shembull tani me gjithë këto banorët që kanë përballë, po mua më duk se u kishte diçka më shumë. Pra e njëjtë gjuhën e debatit, gjuhën e kthimit përgjigjes, agresivitetit aty ku duhet dhe ku nuk duhet. Ndoshta kjo është shërbeu. Po çfarë kartash ai përdori, sepse ne kemi parë një Laert goxha të qetë. Madje ka qenë një surprizë. Jo dhe aq. Të qetë, unë e kam parë, aty të gjithë kanë qenë të qetë ca momente dhe të pa qetë ca momente tjera. Unë në Prime nuk i shoh fare, sepse në Prime të gjithë shtiren. I ndryshon sjellja, tonaliteti i zërit, mënyrat e komportimit. Në Prime shtiren. Po, sigurisht. Sepse është normale që kur je në Prime, ti do paketosh sjelljen tënde të gjithë javës sa më bukur, që ta shesësh të martën apo të shtunën. Nëse do mendimin tim, nuk është se më ka pëlqyer shumë si lojtar Laerti, nuk është se madje edhe po mos shkonte në finale mes 4 finalistëve, s'do mbinte keq fare. Por është aty edhe respekt për atë që kanë votuar, kështu që pse jo. Edi. Po. Lutem kjo ideja që në Prime gjithë shtiren e ke tani këtë e beson në të vërtetë 100% të që thu tani? Gjiban. Po, Olti. Shtiren në kuptimin që e thash edhe shpjegova, po nuk e dëgjova se kishe. Jo, e dëgjova, unë shumë bukur dëgjova. Dohet merre mikrofonin dhe të. Po dohet ta merr mikrofonin dhe të dëgjova. Jo shtiresh, unë e shpjegova, të paketonit bukur sjelljen e javës. Nuk është e vërtetë kjo që thu. Po mund të jesh ti përjashtim, po besoj se shumë prej banorëve, besoj se shumë prej banorëve e the fjalën tate tani dëgjoj atë që kam thënë unë. E the fjalën tate, besoj se shumë prej banorëve në Prime janë vetja e tyre. Po pra shumë, jo këtë besoj. Cili ka mendimin e vet, Gjibani? Nuk thash të gjithë, Faleminderit. Edi. Nuk thash të gjithë, more lash veç, ti do me hy patjetër te përqindja. O Gjiban. Edhe ti je shtirur më shumë nga të gjithë. Ti je shtirur më shumë nga të gjithë. Kështu që rri. O Gjiban, ti bën Big Brother shumë bukur jashtë. Gjibani, ose do bësh replik me mikrofon, ose... Gjibani, ti Big Brotherin në studio e qanë, në shtëpi e bën 0. Ky është problemi yt. Bravo, tani problemi yt është ky, që ti në vend që ti jesh një opinionist, je një fans dhe je një njeri i cili me një mënyrë harbute i shpreh mendimin e tij në mënyrë absolute, sapo the që sjellja ime në shtëpi ka qenë 0. Nëse ti mendon se gjithë sjellja ime për 2 muaj në shtëpi ka qenë 0, sapo erdhe në kontradikt me fjalët që the për publikun, sepse ka qenë publiku që më ka mbajt 2 muaj. Ti erdhe në kontradikt me fjalët e tuaja. Ti sapo erdhe në kontradikt me fjalët që the tani, sepse the Laertin e mbajti publiku me votat e tij. Dhe nëse ti mendon se publiku mban në shtëpi 2 muaj, njerëz që kanë sjelljen 0, sapo vjen në kontradikt me fjalët e tuaja. Në qoftë se ti je duke bërë, ti kujton se po merr mikrofonin dhe po bën muzikë rap, por nuk ka rap këtu, duhet të kesh mendim që të flasësh. Dakor? Kështu që ma marrshi të keqen të gjithë që e shani muzikën në rap dhe të gjithë që keni problem me mënyrën se si artikuloj, ma marrshi të keqen nëse ju jeni breshka dhe nuk dini të artikuloni, kjo është problemi juaj. Unë di të artikuloj, di të flas, e bëj pa rima kur flas të pros, unë nuk po bëja rima këtu, unë të dhash përgjigjen time. Nëse përgjigja jote dhe argumenti yt më i fortë kundër argumentit tim që 2 muaj pas kam qenë 0, është të më thush se unë artikuloj si më po Mandje Laerti në këtë pjesë, Gjibani. Je shumë i dopt, shumë i dopt, nëse mendon se argumenti yt më i fortë është të më qortosh, sepse kur flas ngjaj sikur po bëj rap, je shumë i dopt. Dhe 2 muaj në shtëpi më mbajti publiku, nuk më mbajti sjellja 0. Okej, mirë. Flasim pak për lojën e Laertit. Edi, për mendimin tënd, fakti që ai nuk e njihte mirë formatin, e ka favorizuar atë? Kam përshtypjen që po, e ka favorizuar shumë gjëra fakt Laertin. Dgjoj, ky është një Big Brother që po e ta që rëndësishëm për gjithë njerëzit, sa që askush nuk i shpëton dot të krijimit të një simpatie për banorët brenda shtëpisë. Dhe Laerti ka krijuar ushtrinë e vet të njerëzve që e simpatizojnë. Për shumë karakteristika nga ato që tha Olti, po edhe për disa gjëra tjera që lidhen me personalitetin e tij autentik.
Madje unë do thoja që ky studiove televizive që përmendi Olti, mu më habiti se nuk ishte brenda fare ky Laerti i studiove. Pam një Laert aty më ndryshe, më të pjekur, më të lexuar, më intelektual. Kjo lexuar lidhet çik me Brezin. Pra, ai përfaqësoi mirë një pjesë të mirë të njerëzve shqiptarë. A mendon se është e vërtet? Ai studiove ishte se ai pati konfliktin ftyrm me Xhibani, pati konfliktin me Gjesin aty brenda, me Gertën e kishte. Që ai tregoi. Unë nuk e di ku nuk e peti këtë Laertin e paneleve. Unë pash mënyrën se si ai u vetëpërmbajt, gjë që nuk e pam këtë të tjerët, dhe në këtë lloj Big Brotheri, një komportim si i Laertit brenda disa limiteve, pavarësisht teatralitetit, më duket sikur i shton vlerat Laertit. Patjetër, pikërisht ai ka patur një aftësi, do të thënë ai është njeriu do të thënë asnjëherë nuk është nominuar nga banorët e shtëpisë, dhe kjo tregon një lloj force të atit. Që të gjithë kishin besim brenda megjithatë historia e Laertit, pavarësisht se po çfarë tregon kjo për atë si lojtar, kur nuk je kalon gjithë Big Brotherin pa qenë kurrë nominuar, pas një nominim. Për mendimin tim tregon forcë. Olti? Duke qenë se unë kam komentuar që nga Big Brotheri 2 e këtej, që nga njerëzit e thjesht, pra sa i bie shtovet Kosovës se më janë bërja 15 Big Brother, unë mendoj që sa po të mbaroj Big Brotheri, kushdo që të shpallet fituesi, të gjithë do kujtohen për 2-3 batuta që kanë bërë aty,